Klan Kosova, deri në ambientin e Klan Kosovës momentalisht janë të bllokuara. E si pasojë e kësaj, mysafirja jone Rodhes, astrologja Antigona Kotore ka mbet në Kolon. Por me Antigonin do të lidhemi drejt për të parë momentalisht gjendje në qytet, për të treguar se na bëri me dije që është një ndodhje pazakonte aty. Po sigurisht që do të flasim edhe për pjesën e horoskopit, çfarë na parashohin në fakt planete, çfarë evente kemi me pas qellore këtë javë, çfarë parashikime kemi për 12 shenjat, kush duhet pas rrezik dhe kujdes dhe kush ka me u kënaqë me shiu këtë javë. Kush është i mirë në dashuri? E kemi mësu. E pa unë për shumë ko, lidhemi me astrologën Antigona Kotore, e cila është në Kolon në rrugë të qytetit të Prishtinës. Mirë mëngjesi Antigona. Përshëndetje për juve të gjithëve. Po ku joj Antigona? Une jëmë qunë sabah, jëmë bo gati marrë në Klan Kosovë, edhe pesho vete në autostradë për Tiranë. Sheshe! E pse ashtu? Sepse qasja për Fushë Kosovë është totalisht e mbyllën në të anët, nuk mundesh me kalu për Fushë Kosovë as ka Prishtina, po as ka autostrada. Janë blokuara të gjitha qasjet. Aty e kam një kerë për mas që jam të shku me marrë nuse. Okej. Edhe kerri nusës të Mos je moj edhe ti njëra ndër ndasmoret aty. Jo, unë në përqos që i dhëndri o bo nervos shumë, i ka dhe stona dritet e mundshme, edhe si duket sot nuk mundet mi marrë nuse në vetë, ose pak ma vonë, ndoshta. Çka shikojnë yjet për ta, ndoshta? Në gjarjet e tilla, cilat shenja mujnë me konë këta dë, që nuk po mujnë me u taku. Marsi ka hinë Skorpio, edhe Marsin Skorpio i bon punë me temel, kështu. Dot nuk... Vetëm si përfaksisht duhesh me indryshu senet me gjithë shtratin e vetë. Që që kjo ndodhi sot, ma kujtoj një anekdot për para që e kam dëgju, ka qenë një prift, çdo ditë ka shku 12 ora në kish. Edhe çdo ditë e ka bot njëjtën rutinë ditore. Një ditë, polici i lagjës ka qenë shumë nervoz me disa kriminela që s'ka mujtë me nëzonë, edhe e nalë priftin i thot, ku po shkanë? Prifti i thot, po shkoj në kish. Jo, i thot, nuk e di ku po shkoj prifti. I thot, qysh nuk e dim ku po shkanë, unë çdo ditë ty të shoh të shku në kish. I thot, vallajnë, unë se di ku po shkoj. Nervozohet, polici e merr shtin priftin në burg. Pas një 2 ore, kur i kalon nervozov, janë i thot, po pse marr prift, më pe që jam nervoz, nuk më the, po shkoj në kish, unë e di që ti në kish këtu shku. Kjo thot, po mërë djali jam unë në kish unë nisa, po se di, a përshë që se di ta ku po shkoj. Se di ku po përfundoj, a? E të je nisë rrugës për Klan, po përfundove në autostradë Tiranës. Po aty të sot kë. Antigona, e dim që jetu vëzite nuk lejohet me kap telefonin, fakt nga të regu edhe rrugën. I respektojmë regullat e komunikacionit e po kalojmë direkt në temë. Çka parashihet për këtë javë? Çfarë eventesh po ndodhin momentalisht Antigona? Shumë pak Tash kjo pjesa e auto-udhës ka probleme me valë, kështu që besoj që pas pak problem, po ja dalim prap. Antigona, të kemi përsëri në linjë se pak këto valet na u blokun. A jemi tash? Po, tash jemi. E shumë mirë. Tregova që Marsi ka hyrë në Skorpio, Marsi është sunduesi plan i shenjës së Akrepit, edhe kjo për Akrepin do të thotë që do t'i bëj punë me temel. Marsi në përgjithësi është energji e cila na shtin me marr iniciativë. Na shtin apo ndëgjohemi? Po. Marsi na shtin me marr iniciativë dhe me u marrë me gjana thellësisht, sidomos kur është në Akrep. Akrepi është shenja cila merret më tepër me ndërdishmen se sa me vetëdishmen, për kështu që po nisim prej dashit. Po. Me qenë se je në rrugë, Antigona, e dim që ke edhe kohën e limituar, ashtu që më nga një koment të shkurt për secilin shenjë, lutem. Dashi duhet me pas kujdes me anë miqtë e vetë, me njerëz të cilët ai e din që nuk janë miq për ta. Dashi po ashtu duhet me qenë shumë i kujdesshëm sa i përket
pareve të cilat i vinë prej jo të fituara vetë. Aty mund të ketë pak ma shumë fatë. E raportet do të kenë vërtet një dinamik shumë të madhe që i bjen partnerat. Mos u fjallon një tema, se keni më pas arsye me qenë shumë të dëshprum sa i përket partnerave t'juj të përjetshëm, ose, si me thënë këty raporteve ndërkontraktuale. Bine aqtë shumë të sfiduar ose shumë të provokuar me punën edhe shumë iniciativat ndryshme do të marrin në këtë javë, sepse marsi i tyre gjendet në shpinë e 6, që është puna dhe shëndeti. Sidomos nëse kajnë bineqt nevoj me janis fitnessit, me janis rutinave të shëndoshta ose ushqimit të shëndosht, është briljante për ta. Okej. Gaforja? Gaforët kemi thonë që gaforët mu me dashurin si vjetë do merren, edhe kështu që ata mund të kenë keq kuptime ose mund të kenë fjallosje të cilat do të bijnë të kufit e ri në dashurin e tyre. Për ata të cilët janë në moshë më të madhe me fëmijët, ky raport ndryshon, edhe për ata që janë edhe më të mëdha, për shembull si une me nipat. Okej. Vazhdo me Luanin? Me Luanin thojmë që Luani duhet me pas parasysh që do t'i ketë emocionet e veta edhe ndjenjën e tyne se kush janë ata në raport me të tjerët shumë të provokuar në këtë javë. Për Luana duhet të thonë që duhet me pas kujdes me identifiku sakt atë që ka po ndjenjë. Emocioni nuk është kur gjë tjetër, është energji emotive, e cila duhet me u kanalizu. Për Luanat, une po jap një këshill që duhen mu tërhek shumë në vete, edhe me folë me veten, me identifiku sakt emocionet e veta. Jo me unis pjesaj se qka e bën e lumëtun për momentin. Okej, pas na punë. Vigjeresha është më ratë. Vigjeresha duhet me qene kujdeshme sa i përket informacioneve që i merë, edhe raporteve me motrat edhe vllaznit, por më duket se në fokus kësaj radhe janë iniciativa për me mësu sene të reja. Është shumë e rëndësi që disa informata, për shembull vigjereshat i kanë marrë përcipt ose shkurt, në mënyrën e shkurt, ky mars nuk do t'i laj të qetë, do t'i detyroj që të hyjnë sa më thellë brenda informatave që ka nevojë me i ditë edhe me i mësu thellësisht. Okej, peshorja? Peshore në kemi me pare. Peshoret i njofim si kursimtar, njerëz të cilët të dinë me menaxhu të hollat, një mundësi e mirë shumë për me ble patundshmëri, treja për peshoret. O, vallaj. Pas ka nevoj për investime peshorja, i pas ka mbosanet. E ti shakon peshore. Apo dëgjohemi, Antigona? Apo më dëgjoni jo mu? Po. A ka mundësi me u konvertu në peshoret, lutem? Jo, nuk ka mundësi, dush me lindë edhe i herë. Ka. Le këtë punë. Është akrepi me radhë, Antigona? Akrepin e kemi me sundusin e vetë në shpinë e vetë, kështu që akrepat do t'jenë shumë energjik, jo gjithmonë të suksesshëm në atë se çka ta nisen me bo, por sigurisht që ata janë këmbgulse dhe kanë me jadal, me rëndësi është që mos të dëshprohen edhe mos bëhen nervoz, mos shumti me veten. Sepse akrepat i njohim si shkreja të cilat sakrifikojnë shumë, e tash ka ardhur rradha me i marrë mrapa ata investime e nuk i vijnë gjithmonë ashtu si kërkojnë ata. Okej, me të durushëm pas kanë me qenë? Duhen me qenë pak më të durushëm, me kanë marsin sunduse dhe marsi është në shpinë e tyre të parë, që i bjen mu bo nervoz pak ma shpejt. Apo bo është e nervoz Antigonë si një akrep? Po, me të kallëzu drejten, po, sa përpjeka me humor mi marrë këtë situatë që më ndodhi, dhe dikur e pajtova vetën është shumë me rëndësi që na me e bo krejt ka është në dorën tonë, që me arrit të qëllimet tona, mirë po jo gjithmonë janë të gjitha në dorën tonë, si puna jeme sot për shkak. Kryesorja me gjetje zgjidhje. Po, ishte gjithçka mrena, të gjitha atyre që ka pritet prej meje, mirë po kanë qenë faktor të jashtëm të cilë më kanë pa mundësu që unë sot jem studio me juve. Edhe kjo është arsyeja që nuk duhesh me nervozu, po me marrë me sportivitet.
duhet mi marrë me sportivitet edhe me qesh me këtë punë, sepse nuk është në dorën tonë. E kemi shigjetarin, po, shigjetarin shumë të fokusuar të ëndrat, të intuita e tyre, ata do të kejnë vizione të qarta për të ardhmen e tyre, mos të mundohen që ata që kanë djejnë, ose që ka e përjetojnë përmes ëndrave, intuitës, ose çfarë do lloj informatave të cilat bashkë nuk janë edhe të arsyeshme, sepse na në informata gjithmonë e lypim arsyen. Informatat e kësaj periudhe për shigjetarët nuk do të jenë fort brenda arsyes, por do të jenë të vërteta, edhe ata nuk duhen neglizhu. Le të dinë që ata që tash ndjejnë, edhe që ka intuita tash i thot, brendësia atyre edhe ëndrat, ajo është e vërteta atyre. Shigjetare me dëgju veten. Po, ama veten e brendshme, jo veten e arsyeshme. E qartë. Britësjapin me vazhdim? E kemi britësjapin të sfiduar në shoqëni. Do të kenë probleme me shok, shoqe, edhe njerëz të cilët i kanë rrethi i dytë, jo rrethi i parë familjar. Do të kenë probleme, po ashtu ata probleme mund të binë edhe ose probleme ose mund të binë shoqëni të reja të cilat kanë me qenë afatgjate edhe prej të cilave do të kenë suksese tjera. Të thotë shoqëni me mbajt afër. Vazhdojmë të përgjori. Shoqëni të re me pranu. Edhe me pranu nëse në shoqëni e vjetër ka përfundu, me alan letë përfundon. E kemi ujori, po, ujori në karierë, mundësi e mirë do të dalë për ujorin, shumë e mirë, vërtet do të kej nevoj shumë me punu lidhur me këtë iniciative dhe lidhur me këtë që ka i ofron kjo javë dhe kjo muaj më përgjithësi me këtë Mars në Skorpio, ata do të kenë mundësi që të ngriten në karierë nëse ata dëshirojnë me punu ranë. Edhe kemi në fund, peshqit në fund, po peshqit në fund ka nevoj edhe do t'jenë të sfidum me raportet të cilat janë në largësi, informata prej larg, informata të cilat janë spirituale ose janë të dimenzioneve tjera, jo informata shkollore. Ata ka nevoj që spiritualisht të ngrisin veten, ata të cilët nuk munden me ustu, le të shohin në i film i cili do të ndroj pikpamje për ta, e ata të cilët janë në mundësi me ustu, detyrimisht është mirë për të gjithë ata që të ustojnë, se gjatë rrugëtimit